Rreshje të shumta atmosferike të javës së kaluar sollën vërshime që shkaktuan dëme të shumta në pjesë infrastrukturore të komunës. Në gjendje të rënduar dhe që përbënte shqetësim të madh për banorët, ishte rruga Markavdyli në fshatin Ramoc. Për shkak të dëmtimit të madh edhe qarkullimi në këtë rrugë ishte i pamundshëm. Rruga kishte pësuar qarje të thellë dhe e njëjta ishte e paqastshme për kalim. Televizioni Syri në vazhdimsi ka raportuar për gjendjen e rënduar të kësaj rruge në fshatin Ramoc, e cila edhe për këmbësorët që qarkullonin, edhe për banorët e zonës, konsiderohej rrezik i madh. Ndërkaq tash, kanë filluar punimet deri në sanimin e plotë të rrugës për të ofruar siguri maksimale në infrastrukturë dhe qarkullim të lehtë për këmbësorët dhe automjetet. Banorët e zonës, në deklarimet me shkrim drejtuar mediumit ton, janë të kënaqur për rregullimin e infrastrukturës dhe në të njëjtën kohë falenderojnë televizionin Syri për pasqyrimin e problemeve dhe ndikimin mediatik në komunitet. Të njëjtit në mediumin ton kanë dërguar disa pamje amatore, ku shihet fillimi i punimeve për sanimin e plotë të rrugës.